Zanafilla 15, beslidhja me Abrahamin. Le të lexojmë disa vargje kyçe që na ndihmojnë të kuptojmë këtë tekst më së miri. Vargu 1. Pas këtyre gjërave fjala e Zotit u drejtua Abrahamit në vekim duke thënë: Mos ki frikë Abraham, unë jam buroja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: Vështro me kujdes qiellin dhe numëroj yjet në rast se mund t'i numërosh. Dhe ai i besoi Zotit që ja vuri në llogari të drejtësisë. Vargjet 5 dhe 6. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur errësira, na del para syve një furrë që nxjerr tym dhe një pishtar i zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndara. Vargu 17. Nëse do të duhej që të zgjidhnim një kapitull të vetëm ku qëndron themeli i Ungjillit në Dhjetën e Vjetër, do të ishte ky kapitull. Këtu shkruhet vargu që Pali do ta citoj sigurinë e qoshes të shfaqsimit me anë të besimit. Vargu 6. Dhe këtu ndodh skema më e jashtëzakonshme e zanafillës, një ceremoni beslidhje, ku njëra palë fle dhe Perëndia kalon vetëm mes pjesëve të prera. Kjo ishte nata ku vullos gjithçka. Konteksti historik dhe kulturor. Mbas këtyre gjërave, pra pas kapitullit 14, pas betejës me 4 mbretërit, pas refuzimit të pasurisë së Sodomës dhe pikërisht atëherë vjen mos ke frikë. Pse frikë pas fitores? Sepse fitoria ka faturë të vënuar. 4 mbretër të poshtëruar mund të ktheheshin për akmarrje. Pasuria e refuzuar la pyetjen: po shpërblimi im ku është? Dhe mbi gjithçka rëndonte heshtja e vjetër. Vite pas premtimit, ende asnjë fëmijë. Netët pas ditëve të mëdha janë shpesh netët më të vështira. Adrenalina bie, llogarit fillojnë. Në atë natë vjen fjala e Zotit me përgjigjen e dyfisht: Unë jam buroja jote, kundër frikës së akmarrjes, dhe shpërblimi yt shumë i madh, kundër pyetjes së plaçkës së refuzuar. Perëndia nuk i jep Abrahamit gjëra, i jep vete. Jo do të kesh mburoj, por unë jam buroja. Për të kuptuar gjysmën e 2 të kapitullit duhet njohur ceremonia e lashtë e beslidhjes, pikërisht ajo që pamte fjala kyçe e mësimit 8. Karat berit. Palët merrnin kafsh, i prisnin më dysh, i vendosnin pjesët përballë njëra tjetrës dhe pastaj kalonin bashkë në mes tyre, duke thënë me veprim: kështu le të më bëhet mua, si këtyre kafshëve, nëse e thyej fjalën. Jeremia 34:18 deri 19 e përshkruan saktësisht këtë praktikë shekuj më vonë. Ishte forma më solemne e betimit që njihte bota e lashtë, në shkrimi me jetën peng. Mbajeni parasysh këtë pamje: ajo që do të ndodhte te vargu 17 do të thyej protokollin në mënyrën më të lavdishme të mundshme. Le të shikojmë vargjet 2 dhe 3. Besimi që guxon të pyes. Përgjigjja e Abrahamit ndaj shpërblimit të madh është pyetja e parë e tij e regjistruar drejt Perëndisë, dhe është therse në sinqeritetin e saj. Zot, çfarë do të më japësh? Sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Elzieri i Damaskut. Sipas zakonit të kohës, një që nuk ishte fëmijë adoptonte një shërbëtor besnik si trashëgimtar. Abrahami tashmë po bënte llogarinë e zvendësimit. Vini re çfarë nuk bën Perëndia. Nuk e qorton për pyetjen. Besimi biblik nuk është heshtje e detyruar, është marrëdhënie ku pyetjet e sinqerta kanë vend. Kujtoni psalmet: deri kur o Zot? Dyshimi që i flet Perëndis është mira herë më e shëndetshme se sa besimi që hesht me buzë të shtrënguara. Abrahami pyet dhe mori përgjigjen më të bukur atë natë. Vazhdojmë së bashku me vargjet 4 deri në 6, yjet dhe vargu që mban ungjillin. Perëndia nxjerr jashtë çadrës, nën qiellin e natës së shkretëtirës, numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh. Kështu kam për të qenë pasardhësit e tu. Një burr rreth 85 vjeç, me një grua shterp 75 vjeç, ftohet të numërojë yje si premtim pasardhësish. Dhe pastaj vjen fjalia që Pali do ta quajë themeli i gjithçkaje. Dhe ai i besoi Zotit që ja vuri në llogari të drejtësisë, vargu 6. Peshojeni fjalët: nuk veproi, nuk meritoi, nuk u përpoq, por besoi. Dhe Perëndia ja llogariti.
Term kontabiliteti. Diçka u shkrua në llogarinë e Abrahamit që s'ishte prodhuar nga Abrahami. Drejtësia nuk u fitua, u atribua. Ky është çasti kur Bibla e shpall për herë të parë me fjalë të qarta parimin që do të përshkruajë gjithçka deri te kryqi. Njeriu shfaqsohet para Perëndisë me anë të besimit. Vazhdojmë me vargjet 7 deri në 11. Shpendët grabitçar mbi flijim. Abrahami pyet sërish: "Nga se do ta di që kam për ta trashëguar?" Vargu 8. Dhe Perëndia përgjigjet duke urdhëruar ceremoninë e beslidhjes, mëshqerra, dhia, dashi, turtulli e pëllumbi, të prerët e vendosur përballë, dhe pastaj një hollësi që duket anësore për s'është. Disa zogjë grabitçar u lëshuan mbi kafshët e ngordhura, por Abrahami i dëboi, vargu 11. Mes premtimit dhe përmbushjes ka gjithmonë një kohë pritje, dhe në atë kohë grabitçarët sulmojnë atë që Perëndia ka shinjtëruar. Dyshimet mbi premtimin, zërat që tallin, tundimi për ta zgjidhur vetë. Kapitulli 16 është pikërisht kjo rënje. Puna e besimtarit në pritje është ajo e Abrahamit atë pasdite, të rri pranë flijimit dhe të dëbojë shpendët, të ruaj atë që Perëndia ka premtuar derisa ai të kalojë. Le të shikojmë vargjet 12 deri në 16. Terri dhe profecia e 400 vjetëve. Me perëndimin e diellit mbi Abrahamin bie një gjumë i thellë, e njëjta fjalë e gjumit që përmendet e Adamit 2:21, dhe bashkë me të një errësirë e madhe, dhe në atë terr Perëndia i tregon të ardhmen pas bukurime. Pasardhësit e tu do të jenë të huaj në një vend jo të tyre, do të skllavërohen e do të shtypen 400 vjet, pastaj do të dalin me pasuri të madhe, dhe brezi i katërt do të kthehet këtu. Premtimi përfshin edhe dhimbjen. Perëndia nuk ja fsheh popullit të vet luginat e rrugës, por vini re arsyen e vonesës, vargu 16, sepse paudhësia e morenjve s'ka arritur ende kulmin e vet. 400 vjetët e pritjes së Izraelit ishin njëkohësisht 400 vjet durimi ndaj popujve të Kananit. Vonesa, që për njërin popull ishte provë, për tjetrin ishte afat hiri. Kur pyet pse po vonon Perëndia, kujto të njëjtën orë ai po duron dikë tjetër, ndoshta edhe ty. Vazhdoj me vargjet 17 deri në 21. Furra dhe pishtari. Perëndia kalon vetëm. Kemi një çast që thyen gjithë protokollin, sepse sipas ceremonisë të dyja palët duhet kalonin mes pjesëve. Por Abrahami fle gjumë, dhe mes kafshëve të ndara kalon vetëm një pamje e dy fisht, që ishte një furrë që nxjerr tym dhe një peshtar i zjarr. Zjarri dhe tymi ishin shenja të pranisë së Perëndisë. Kujtojmë këtu shtyllën e zjarrit tek reja e Eksodit. Shikojmë që Perëndia kalon vetëm. Kuptimi është tronditës. Ai mori përsipër të dy anët e beslidhjes, edhe detyrimin e vet, edhe pasojat e thyrjes nga ana e njeriut. Me anë të kalimit të vetmuar me copave të prera, Perëndia po tregon dhe po thot: nëse kjo beslidhje thyet dhe do të thyet nga ana juaj, unë do ta paguaj çmimin e prerjes. Abrahami nuk nënshkroi asgjë, ai vetëm fjeti dhe pa. Shpëtimi është vepër e njëanshme e Perëndisë nga fillimi në fund. Njeriu e merr me besim, nuk e bashkëfinancon me vepër. Fjalët kyçe të tekstit. Lidhi beslidhje, vargu 18. Këtu shpreha përsëri del karat berit, preu bëri beslidhje. Tani me pamjen e plot që premtuam tek mësimi 8, prerja e kafshëve, kalimi mes pjesëve, jeta si peng i fjalës, dhe risia e madhe e këtij kapitulli, preu vetëm njëri. Beslidhja e Zanafillës 15 është e njëanshme si ajo e Noeut, hiri që premton, jo kontratë që kushtozon. I besoj, vargu 6. Folja origjinale, aman, të mbështesër, të qëndrosh i patundur mbi diçka të fortë. Prej saj vjen fjala që themi në fund të çdo lutje, amen. Kështu qoftë, e qëndrueshme është, të besosh, nuk është të shpresosh shkalimsi, është të vendosësh gjithë peshën e jetës mbi fjalën e Perëndisë, ashtu siç mbështetet muri mbi themel. Çdo amen i yni është një jehon e vogël e natës me yje. Javuri në llogari, vargu 6. Folja origjinale hashav, të llogarisësh, të kreditosh, është një term kontabilisti.
Pali e shtrydh gjithë kuptimin e romakëve 4:4-5. Paga llogaritet si detyrim, por hiri llogaritet si dhuratë. Ati që nuk vepron, pra, por beson, besimi i tij i llogaritet për drejtësi në librat e Perëndisë. Kolona e drejtësisë son mbushet me kredin e dikujt tjetër. Mburoja, vargu 1. Fjala origjinale e magen, mburoja e vogël e luftëtarit, ajo që mbahet ngjitur me trupin. Perëndia nuk premton kështjell të largët, por mburojt personale që lëviz me ty. Davidi do të këndoj vazhdimisht: Ti o Zot je mburoja rreth meje, Psalmi 3:3. Dhe pas ti gjithë të kërcënuarit e historisë së besimit. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Asnjë varg i dhjatës së vjetër nuk citohet më me peshë në shpjegimin e Ungjillit sa Zanafilla 15:6. Por ati që nuk vepron, por beson në atë që shfaqson të paullin, besimi i tij llogaritet për drejtësi. Dhe kjo nuk u shkrua vetëm për të, por edhe për ne, të cilëve do të na llogaritet neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej të vdekurve, Jezusin, Zotin ton. Romakët 4:5 dhe vargjet 23 dhe 24. Pali këtu e thot tro çfarë? Vargu i natës me yje u shkrua për ne. E njëjta llogaritje që ndodhi për Abramin, drejtësi e kredituar me anë të besimit, jo e fituar me vepra, ndodhi për çdo që beson në Krishtin e ringjallur. Dhe Galatasit 3:6-9 e mbyll harkun. Ata që besojnë janë bijë të vërtetë të Abrahamit dhe bekimi i premtuar tërë familjeve të tokës rrjedh pikërisht përmes këtij besimi. Po kalimi i vetmuar mes pjesëve të prera, ai gjeti përmbushjen e vet, një pasdite tjetër terri, në kryqe rrësira e madhe ra sërish. Nga ora 6 deri në orën 9 u bë rrësirë mbi gjithë vendin. Mateu 27:45. Dhe Perëndia mbajti fjalën e dhënë asaj nate. Beslidhja ishte e thyer nga ana e njeriu dhe çmimi i prerjes u pagua, por jo nga ne. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, duke u bërë mallkim për ne. Galatasit kapitulli 3 vargu 13. Ai që kaloi vetëm mes copave në natën e Abramit, kaloi vetëm edhe në përgjykimin e Golgotës, që ne si Abrami të mos kishim për të mbrojtur asgjë veç besimin, nga nata me yje të pasditja e errët e kryqit. Mesazhi është i njëjtë. Shpëtimin e siguron e financon i tëri Perëndia. Zbatimi praktik në jetën e përditshme. Kushdo që ka marrë një kredi në bankë e njeh çastin kur hedh firmën. Dora të dridhet, sepse firma do të thotë përgjegjësi. Nëse s'paguon, përgjigjesh. Tani imagjino një kontratë ku në fund të faqes ka vetëm një firmë, dhe s'është i yti. Pala tjetër ka firmosur edhe për veten edhe për ty, duke marrë përsipër çdo pasojë të dështimit tënd. E pamundur në asnjë bankë të botës. Dhe pikërisht kjo ndodhi natën e Zanafillës 15, nga ajo natë rrjedhin këto mësime. Të pari, dëgjoje, mos ki frikë. Pas fitoreve, frika vjen shpesh pas ditëve të mëdha, kur adrenalina bie dhe llogarit fillojnë. Mos u trondit prej saj dhe mos e fshi. Sille para atij që thot unë jam mburoja jote. Jo do të jap mburoj, unë jam. Shpërblimi yt më i madh nuk është ajo që të jep Perëndia, por vetë Perëndia. Së dyti, sill pyetjet, jo vetëm lavdërimet. Abrahami pyeti: "Çfarë do të më japësh?" Dhe nga ta di dhe nuk u qortua, u përgjigj: "Perëndia i duron pyetjet e sinqerta më mirë se heshtjet e hidhura. Nëse ke vite që mban brenda një pse, thuaj e sonte në lutje, me fjalë të plota. Besimi që pyet është besim që flet me atin." Së treti, pusho së numëruar i vepra. Beso llogaritjen. Drejtësia jote para Perëndis nuk është shuma e përpjekjeve të tua, është kredia e Krishtit e dhënë në llogarinë tënde me anë të besimit. Kjo s'të bën për tas në bindje, të bën të sigurt në identitet. Nuk punon për të qenë i pranuar, por se je i pranuar. Dallimi është gjithë Ungjilli. Së katërti, dile numëro yjet kur dukja thot jo. Abrahami kishte 0 fëmijë dhe një premtim nga qielli. Kur Abrahami kishte 0 fëmijë dhe një premtim sa qielli. Kur rrethanat e tua të tanishme tallen me premtimet e Perëndis, dil nga çadra e llogarive dhe shiko lart. Besnikëria e tij është më e madhe se dukja jote e sotme. Besimi ushqehet duke parë madhështinë e premtuesit, jo pamundësinë e rrethanave.
Së pesti, do bëu shpendët grabitqarë të pritjes. Mes premtimit dhe përmbushjes, grabitqarët sulmojnë, dyshimet, zëra, tallës, tundimi për ta zgjidhur vetë me duart e tua. Puna jote në stinën e pritjes është të qëndrosh pranë saj, që Perëndia ka premtuar dhe ti dëbosh, me fjalën, me lutjen, me bashkësinë. Ruaje flijimin derisa të kalojë ai. Së gjashti, beso se vonesat e tij kanë arsye që si sheh. 400 vjetët e Izraelit ishin edhe afati i hirit për Amorenj. Vonesa që po të lodh ty mund të jetë durimi i Perëndisë me dikë tjetër, ose përgatitja jote për atë që s'do ta mbaje dot sot. Ai që pa 4 breza përpara asaj nate i sheh edhe vitet e tua. Përmbledhja. Zanafilla 15 na dha natën më të madhe të dhjatës së vjetër. Mos ki frikë, pas fitores. Pyetjet e sinqerta të besimit, yjet e panumërueshme dhe vargu themeltar. I besoj Zotit dhe ja vuri në llogari të drejtësisë, shpendët grabitqar të pritjes, profecinë e 400 vjetëve me arsyen e fshehur të vonesës, dhe kulmin, furrën me tym e pishtarin e zjarrt që kaluan vetëm mes pjesëve të prera. Perëndia që mori përsipër të dyja anët e beslidhjes, deri në pagesën e Golgotës. Mbaje mend këtë varg, dhe ai i besoi Zotit që ja vuri në llogari të drejtësisë, Zanafilla 15:6. Në librat e Perëndisë, drejtësia jote shkruhet me kredinë e Krishtit, dhe besimi është dora që e merr. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju. Amen.